Në Lezhë u përkujtua 154 vjetori i linjës së poetit kombëtar Atë Gjergj Fishta, figurë madhore e letërsisë dhe kulturës shqiptare. Me këtë rast u mbajt edhe edicioni i vitit 2025 i ndarjes së çmimeve letrare Atë Gjergj Fishta, një traditë që prej vitesh bashkon krijues dhe mbarhapësira shqiptare. Falenderoj dhe t'ju jem mirënjohës të gjithë botuesve që kanë marrë pjesë me aplikime në këtë konkurs. Është një nder dhe privilegj, një respekt që na bëhet ne, si Lezhë, duke vlerësuar jo vetëm Fishtën, por nëpërmjet Fishtës gjithë komunitetin lezhjan, që e ka simbol pjesë të jetës vet Atë Gjergj Fishtën. Duhet të qenë një përshëndetje për Jurin, e cila përbohet nga tërë personalitetet e letërsisë shqiptare, që është Rudolf Marku, Bram Kusumi e Restina Halili. Dhe mendoj se Juri më mirë se kaq nuk ishte se si bëjë ndryshe, gjithashtu duhet të çoj një falënderim dhe për klubin e letrave në zgjedhja në Lezhë, që po bën një punë të jashtëzakonshme, gjithashtu në aktivitetet në këtë në social. Nuk do ta zgjas më sepse nuk është ditë për fjalime të gjata, por ju falenderoj gjithëve për gjithçka keni bërë dhe gjithçka po bëni dhe ju uroj këtij aktiviteti suksese më të teshme. Shpreh bindjen se Bashkia e Lezhës, si gjithmonë, ka qenë dhe do të jetë në frymëzimin maksimal dhe mbështetjen absolute jo vetëm këtij aktiviteti, po edhe të aktivitetet e tjera sociale, kulturore, sportive që gjallërojnë jetën e këtij qyteti. Faleminderit. Fituesit e këtij edicioni e quajtën veten me fat që janë nderuar me një çmim që mban emrin e Atë Gjergj Fishtës, duke konsideruar atë si një nxitje të vazhdimësisë të krijimtarisë së tyre letrare. Çmimet letrare Atë Gjergj Fishta janë tashmë një traditë e përvitshme në Lezhë, që jo vetëm nderon kujtimin e poetit kombëtar, por edhe motivon shkrimtarët dhe nxit leximin si pjesë e jetës kulturore të qytetit.